Avokati, ju jeni ju punë e donave. Ama çe nasıl Ka janë këshilltarë njëna. Po, komunët. Ruar profesorë me shka e madhështoni këtë ditë jam të rëndësishme për ne dhe qytetarët e komunës së Likovës. Sot pra, do të vëmë themelin për fazën e tretë të ujësjelësit për vendbanimet e komunës së Likovës në gjatësi prej 31 km me vlerë prej 115 milion e 425.600 denar. Një pjesë e këtij projekti financohet nga Ministria për Ambient Jetësor dhe Planifikim Aksionor në vlerë prej 60 milion denarve ose 1 milion euro. Një angazhim permanent për realizimin e këtij projekti kapital e ka dhënë kryetari i komunës së Likovës, zoti Sadullah Turapu, të cilin i ftojmë ta marrë fjalën. Ju përshëndes të gjithë që jeni ju të pranishmit këtu, duke filluar nga Zavens kryeministri Musa Xhaferi, Ministrin Abdulhakim Ademi të arsimit tanishëm dhe ka qenë Ministri i Ekologjisë, Ministrin e Pushtetit Lokal Lirim Shabani dhe në fund e la Ministrin e Ekologjisë, që kemi pas një bashkëpunim tani në këtë kohë të shkurt, Ministrin e Ekologjisë Nuran Izairi. E kam si dost, kështu e gjithmonë të i thonë dost. Kjo e një ditë e madhe është për komunën e Likovës. Ne kemi filluar dhe kemi bashkëpunuar ngushtë me ekzekutivin, me ministrat, me drejtorit në nivelin shtetëror dhe i përshëndes të gjithë drejtorët që janë këtu prezent, kryetarin e gjyqit dhe deputetët më të dashur të këtij vendit. Andaj, komuna e Likovës ka nevojë për shumë gjëra. Po besoni të gjithë që jeni ju këtu të pranishëm, kanë filluar gjëra të lëvizën në drejtim pozitiv. Shpesh dëgjoj nga shumë anë të kësaj popullatës së kësaj ane se asgjë nuk bëhet në komunën e Likovës. E vërteta në dokje, ashtu ndoshta doket. Po kur të nismi se gjërët se si kanë lëviz me ujësjelësin, ku përmendëm pak më herës shumë e atyre që janë investu deri më tani, tërte filter stacioni që filtron ujë nga diga e Glazhnjës janë 1,5 milion euro. Plus tani 1 milion që jashtoj, bojnë 2,5 milion euro. Është e vërtet se projekti i ujësjelësit kushton 9 milion euro, po ne kemi filluar faza. Dhe faza e parë ka mbaruar edhe pak ka për të mbaruar me këto 10 milion denar që janë da nga Ministria e Ekologjisë. Dhe fillojmë për fazën e dytë, ku ishmi në qeveri dhe arritëm një marrëveshje me Vodostoponsfën, drejtorinë e ujrave të Kumanov Likov, ku vërtet ishte bukur si vështirë të arrijet deri te kjo marrëveshje, po megjithatë e arritëm duke ndihmuar edhe qeveritarët tonë.
Kështu që me tejkalimin e asaj ne dhe fillojmë edhe për ato mjete që janë nda 1.100.000 euro, që ka do të thotë të banë 3.600.000. Që kjo është vetëm për çështjen e ujësjellësit. Janë filluar rrugë regionale, ku është mbaruar edhe një rrugë regionale që lidh kufinin me Preshevë, dhe rruga tjetër regionale që lidhet me Republikën e Kosovës, është duke u tamponu dhe faza e parë është thujase në mbarim, kështu që këto janë investimet kapitale në komunën e Likovës. Këto shumë njerëzit i dokën pak, po besoni të nderuar vëllezër që jeni ju këtu prezent dhe ma gjërë, nga perandoria osmane, si ka qenë këtu në këto vendbanime, për herë të parë investohet në këtë formë, me disa mjete, shumë mjete të mëdha kapitale. Dhe unë besoj, dhe kam besim në vetën time dhe të miqtë që janë në ekzekutiv, dhe në partinë time të Bashkimit Demokratik për Integrim, që ne nuk do të ndalemi këtu. Do jemi dhe do të bashkëpunojmë ngusht për shumë gjëra që këto që kanë filluar vërtet të mbarojnë dhe të marrin atë formën të rajtën e vërtet që qytetari i kësaj jone të preke ato investime që bëhen në këtë komunë. Pse e them këtë? E them se qytetarët e kësaj jone janë të merituar dhe meritojnë shumë dhe për atë arsye janë angazhua ministrët, për atë arsye është angazhu Bashkimi Demokratik për Integrim, për atë arsye është angazhuar edhe lideri vetë i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti. Andaj, në emën tim dhe në emën të gjithë qytetarëve të komunës Likovës, unë uroj sukses në këtë gurë themel të krahut që do të shkoje deri në Llojan. Urime në qoftë dhe suksese dhe me hapa sa më të sigur të ecme përpara. Në vazhdim të nderuar të pranishëm, ftoj ministrin e pushtetit lokal, zotin Ilim Shamari të marrë. Nderuar kryetari komunës, nderuar zavens kryeministër, të nderuar ministra, deputet, funksionar të Bashkimit Demokratik për Integrim, të nderuar të pranishëm. Sot në Likovë po bëjmë shënimin e vazhdimit një projekti kapital, që është një rëndësie të veçantë për qytetarët e komunës Likovës. Projekti i cili po finansohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Për interes të kohës, më lejoni të ceki shkurtimisht vetëm 2 momente. Momenti i parë ka të bëjë me intensifikimin e aktiviteteve nga kryetari i komunës Likovës, te i kalimin e gjitha peripecive teknike dhe administrative, bashkëpunim me qeverinë e Republikës Maqedonisë për ta përfunduar sa më shpejt këtë projekt. Dëshiroj të potencoj gjithashtu se me këtë projekt po i vihet fund një padrejtësie shumë vjeçare që është bë për qytetarët e komunës Likovës. Gjithandej dihet se komuna Likovës me dekada të tëra në territorin e saj posedon 2 penda, kurse nuk ka në shtëpitë e tyre nuk kanë ujë të pishëm. Edhe njerë po përsëris me këtë projekt do të vihet fund kësaj padrejtësie. Për këtë edhe njerë falenderoj kryetarin e komunës, falenderoj gjithë ministrat e Bashkimit Demokratik për Integrim, falenderoj gjithë pjesëmarrësit që kanë dhënë kontribut. Momenti tjetër cilin duhet ta potencoj nga këndvështrimi i Ministrisë Pushtetit Lokal është një dëshmi, një avansim i procesit decentralizimit, gjithsesi këtu po shohim një bashkëpunim të mirëfillt mes pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Dëshiroj që ky bashkëpunim të vazhdojë edhe në gjitha vendbanimet shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Për në fund, lejoni dëshiroj punë të mbarë projektit dhe faleminderit për prezencën.
herët ishte Ministri i Ekologjisë, se tash kemi Ministrin të Arsimit dhe Shkencës, që këtë problematikë në Komunën e Likovës se i përket mesjellësit e di shumë mirë zoti Abdulaziz Ademi e vëllai material. Kryetari i Komunës, e nderuara kryetare e Këshillit të Komunës Likovës, i nderuar zënës kryeministër, ministra, deputet, dhe të nderuar banor të Likovës, të nderuar pranishëm. Vjen mirë që më bëni këtë nder që të paraqitem këtu para jush, sot në cilësinë e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, por besoj që nderi që më bëhet është për faktin që si ministri më hershëm i ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, bashkë me kryetarin e komunës kemi diskutuar shpesh për realizimin e këtij projekti dhe në disa vite kemi finansuar fazën e parë që është vazhduar financimi edhe këtë vit dhe besoj që shpejt do të përfundoj, por bashkërisht me kryetarin e komunës dhe me zëvendës kryeministrin Xhaferi dhe ministra tjerë, siguruam edhe mjete financiare për të përfunduar fazën e tretë, dhe ashtu siç tha edhe kryetari i komunës, të përfundojë edhe faza e dytë me stacionin për filtrimin për ujë të pishëm për komunën e Likovës, me çka do të përfundojë dhe rumbullaksohet një projekt kapital i rëndësishëm për komunën dhe banorët e kësaj komune. Kjo është shembull i mirë i bashkëpunimit dhe angazhimit të drejtë për drejtë të pushtetit lokal dhe pushtetit qendror në funksion të realizimit të prioriteteve të pushtetit lokal, gjithmonë për përmirësimin e kushteve për jetë të banorëve të komunës Likovës, të cilët janë më meritorët për financime të tilla, sepse historikisht ka qenë rajon që është lënë pas dore nga gjithë pushtetet, dhe me këto projekte, ashtu siç tha edhe ministri Shabani, do të tentohet të përmirësohen padrejtësitë shekullore që janë bërë kësaj anë. Sigurisht që Komuna e Likovës ka edhe prioritete tjera në sfera tjera infrastrukturore, por edhe sferën e arsimit, dhe në bashkëpunim me kryetarin e komunës do të realizojmë edhe projekte konkrete në arsim, si përfundimin e projekteve që kanë filluar të përfundojnë sa më shpejt, por edhe realizimin e projekteve të reja për arsimin fillor dhe të mesëm. Duan këtë rast të theksoj që nxënësit e shkollës së mesme të komunës së Likovës janë të ranguar si nxënës në mesin e nxënësve më të mirë në Republikën e Maqedonisë, dhe kjo duhet tjetë që u bëj krenar juve, por tjetë edhe stimul për mësimdhënësit e kësaj shkolle që të vazhdojnë të punojnë në ngritjen e cilësisë arsimit këtu në këtë komunë. Edhe njëherë, faleminderit shumë për nderin që më bëhet, urime për projektin dhe dëshiroj që përfundoj sa më shpejt. Ma herë nga kryetari i komunës se që të investohet në Komunën e Likovës vetëm një 20 euro nuk mundon të tuhen milionat që ndryshohet jetën. Prandaj kësaj radhe janë dhënë 1 milion euro për ujësjelljen e Komunës Likovës. Ftoj ministrin e ekologjisë në organizimin e komunës. Të nderuar pranishëm, të nderuar media, dëshiroj që të shpreh kënaqësinë time për fillimin e punimeve për ndërtimin e sistemit për furnizimin me ujë në komunën e Likovës. Realizuesi i punëve do jetë ndërmarrja ndërtimore Vardar Gradba. Siç e dini, ky vazhdim i projektit, për këtë vazhdim projekti qeveria ka nda 59 milion denar dhe dua t'ju informoj se ky projekt do duhet zgjat deri te përfundimi diku 16 muaj. Dëshiroj gjithashtu të theksoj se ky është një projekt shumë i rëndësishëm infrastrukturor, me cilin jo vetëm që do përmirësohet furnizimi me ujë për banorët e komunës Likovës, por do të ndikohet edhe në përmirësimin e mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njerëzve në rajon. Gjykoj se me rumbullaksimin e këtij projekti, kushtet për furnizim me ujë në komunën e Likovës do të përmirësohen. Ju falenderoj. Në qeverinë e Maqedonisë, ministra tonë
projektet kapitale i koordinojnë me zëvendës kryeministrin, zotin Musa Xhaferi, prandaj e ftojmë të marrë fjalë. Të nderuar pranishëm, i nderuari kryetari komunës Likovës, deputet, ministri që vjen i pushtetit lokal nga Likova, këshilltar të komunës, kolegë ministra të arsimit, ekologjisë, këtu ka dhe funksionar tjerë, drejtor, zavend drejtor, përshëndes të gjithë. Mu më vjen mirë që në disa raste kam marrë pjesë në fillimin e punimeve që ndërton Komuna e Likovës bashkë me pushtetin qendror për infrastrukturën e kësaj komune dhe në shikim të parë kur i kemi projektu këto projekte janë dukë të mëdhaja dhe ka pas shumë zëra skeptik apo kundërshtar që kanë thënë se këto janë vetëm marketing, fushat politike, Bashkimit Demokratik për Integrim, se këto punë nuk do të bëhen. E përmenda që unë jem njëri prej dëshmitarëve kryesor që për marrë pjesë në shumicën e fillimeve të këtyre projekteve dhe ne me punën praktike që bojmë sot i demantojmë ato zëra negativ, skeptik, se Bashkimi Demokratik për Integrim me menaxherët, duke filluar nga ato që janë pushtetit vendor, qendror, parlamentit, gjithsesi funksionarët politik, është këmbgulës konsistent në realizimin e këtyre projekteve. Ne kemi përbërsh të krijojmë një infrastrukturë për banorët e Likovës, duke filluar nga ujri i pishëm, rrugët, filtrimi i atij uji, që të jetë i shëndetshëm, ndërtimi i kapacitetit të shkollave, të qerdheve, shërbim mjekësor adekuat, ndërtimi i rrugës që ta lidhim Likovën gjithsesi bashkë me Kumanovën me rajonin e Gjilanit apo Karadakut. Ajo rrugë është në ndërtim e sipër dhe besoj që vitin e ardhshëm do të finalizohet. Edhe pse e përsëris se ne jemi subjekt politik, ka shumë zëra që e kundërshtojnë dhe thonë që ajo është vetëm marketing apo fushat. Ne dëshirojmë bëjmë punë, por krahas asaj pune është e ndershme ne ta afirmojmë punën tonë. Dhe sot e afirmojmë këtë fazën e dytë të rrjetit, një rrjet që është për gjithë komunën, një komunë që ka shtrirje të gjanë gjeografike, nuk është një territori ngushtë. Pastaj, duke ardhur rrugës, po rregullohen ato kanalizimet për arsye se po rindërtohet e rruga që vjen prej Haraqine deri Këndej. Do të ketë edhe projekte tjera dhe unë besoj që deri në fund mandatit kryetarit komunës kjo anë do të duket ndryshe, do të përfundojnë të gjitha këto projekte, do të kemi një infrastrukturë standarde ashtu siç e meritojnë banorët e kësaj ane dhe unë jem prap optimist. Kur do t'i realizojmë gjitha këto projekte, në betejat e ardhshme politike, Bashkimi Demokratik për Integrim prap do të fitojë zgjedhjet. Jo pse ne nuk dojmë apo shumë kemi dëshirë të kemi për herë në pushtet, por jemi dëshmu se ne realizojmë ato premtime që i bëjmë fushat. Dhe këtu nuk ka punë inati, dhe i bëjmë për njerëzit tonë, e bëjmë për shqiptarët, e bëjmë edhe për të tjerët që na mbështesin. Nuk kemi ndonjë ngarkesë dhe qytetarët shqiptarë e kanë kuptuar ndryshe më menaxhimin politik. Jo vetëm fjalë bukura, do të me bëj vepra konkrete, për arsye se të gjithë jemi të vënë, pavarësisht me fajin e kujt, mund të jetë një pjesë e fajit edhe Bashkimi Demokratik, nga mos eksperienca që ne t'i përmbyllim të projekte kaq madhore, do ta ketë në pronësi
pronën e ujësjellësit komuna e Likovës, do të ketë kapacitet mjaftueshëm, ashtu ishte edhe ndarja që u bë marrëveshje me ndërmarrjen për ujë të Kumanovës, dhe ne jemi një pushtet, ta them vetëm një fjali, pushtet qendror dhe lokal jemi një. Dhe meritat apo kritikat i kemi të përbashkëta, për arsye se kjo ka qenë edhe strategjia e Bashkimit Demokratik për Integrim. Me të gjithë kapacitetet ne do t'i bashkojmë forcat, do t'a bëjmë pjesën e punës secili veç e veç, që në fund rezulton me sukses dhe me një fillim që premton. Unë dëshiroj të ketë kam gullësi stafi i komunës, të krijojmë edhe përvojat tona, të kemi edhe teknikët tonë, mendoj si komunë, si region, kontrollor tonit, që të mos jemi në atë pozitë se ne nuk kemi kapacitet projektimi, nuk kemi kapacitet të ndërtimit, nuk kemi kapacitet të revizionimit projekteve, nuk kemi kapacitet edhe t'i mbrojmë para atyre që na kritikojnë. Besoj që sipas programit qeveritar, ne do të kemi edhe raste tjera të promovojmë nisjet punëve dhe jemi këmbgulës që qerdhja që do të jetë në komunën e Likovës ta komplementojmë me staf, e premtojmë kështu edhe para kryetarit komunës, para juve, që të jetë në shërbim të banorëve. Dëshiroj shumë sukses dhe besoj që në takime tjera ne do të kemi rezultate edhe më të mira. Faleminderit. Nderuar tani kryetarin e komunës Zanes ministrat relacionat me funksionimin e kësaj faze të ujësisë. Hajde. Hajde. Hajde për har ju ko, po burra. Hajde burra. Hajde për har. Ma kapa. Hajde. Thank you.